Ish-drejtori i inteligjencës ushtarake britanike Richard Dearlove shpreu bindjen se presidenti rus Vladimir Putin përdori sozi për të zvogluar rrezikun e mundshëm të atentateve ndaj tij. Në një intervistë për The Sun, ai theksoi se përdorimi i sozive është një malsigurie logjike dhe e zakonshme për një udhëheqës me një profil kaq të lartë dhe të shënjestruar si Putin, veçanërisht gjatë periudhës së luftës së Rusisë me Ukrainën. Ai shtoi se vrasja ka qenë prej kohësh një tipar i jetës politike ruse dhe se rreziqet me të cilat përballet Putin janë rritur vetëm që nga pushtimi i plotë i Ukrainës nga Rusia. Dearlove sugjeroi që sozit nuk do të përdoren në mjedise me kontakt të ngushtë, siç janë takime diplomatike, ku mashtrimi do të ishte i vështirë për t'u mbajtur. Në vend të kësaj, tha ai, zëvendësuesit kanë më shumë të ngjarë të shfaqen gjatë ngjarjeve politike në natyrë ose pak të kontrolluara. Spekulimet mbi përdorimin e sozive nga Putin kanë qarkulluar për vite me radhë së bashku me thashethemet e vazhdueshme për shëndetin e tij. Shërbimet e sigurisë ukrainase kanë pohuar vazhdimisht se shumë burra që i ngjajnë Putinit në trup, ecje dhe strukturë të fytyrës janë trajnuar për t'u shfaqur në vendin e tij. Zyrtarët perëndimor dhe ekspertët e sigurisë kanë vënë në dukje gjithashtu paraqitjet publike, gjithnjë më të koreografuara dhe protokollet më të rrepta të sigurisë rreth udhëheqësit rus. Në vitin 2023, rrjeti televiziv TBS i Japonisë kreu një analistë asistuar nga inteligjenca artificiale të paraqitjeve publike të Putinit, duke u përqendruar në njohjen e fytyrës dhe lëvizjet e trupit. Rrjeti arriti në përfundimin se Putin, duke se kishte marrë pjesë personalisht në paradën e ditës së fitores në Moskë atë vit, por sugjeroi që një individ tjetër mund ta ketë inspektuar urën e Krimes muaj më parë. Analiza e inteligjencës artificiale gjeti vetëm një përputhje prej 53% midis dy paraqitjeve. Sipas TBS, një vizitë në Mariupol prodhoi një përputhje prej 40%, ndërsa imazhet nga Krimea treguan një rezultat ngjashmërie prej vetëm 18%, duke i bërë ekspertët të arrinin në përfundimin se kishte një probabilitet të lartë që të paktën dy sozi të ishin të përfshira. Në fund të tetorit 2022, kreu i inteligjencës ushtarake të Ukrainës, Kirilo Budanov, tha se Putin po përdorte sozi që ishin nënshtruar operacioneve plastike. Më para ai e kishte lidhur përdorimin e supozuar të sozive me përpjekjet për të fshehur problemet shëndetësore të Putinit.